Tash këtu janë të kalume. Tash është sikur në secilën pjesë të vendit tonë. Sikur në secilën pjesë të vendit. Absolutisht po. Ministër, e di që mundet me t'ingullu raciste. Ju e dini pikpamjet e mia për shtetin qytetar të Kosovës, sidomos raportin me komunitetin e lidhshmërinë e ta. Thatë t'ingullon raciste, si e ndjeni si dikush i vjen prej komunitetit, si ju përdor Albin Kurti sikur mburoi përpara komunitetit ndërkombëtar? Nuk ka qenë një breng kjo, edhe në debatet që ne kam pas me shumë ambasador, ju e dini që ka pas situata kur Krit Quinti e kanë zyrën time për me diskutu për referendumin. Unë kam qenë i bindun, dhe vazhdoj t'jem i bindun, që ai ka qenë veprimi i duhur, i qeverisë, po dhe jemi si ministër në Ministrinë për Shtetin Lokal, që nuk duhet kryetarët të japin dorëheqje, ata mund të largohen ashtu siç e parashë ligji. Ligji për qeverisë lokale e ka para pa një proces kur kryetari mund ta përfundojë mandatin paraprakisht, por ka qenë proces demokratik. U dosh të organizohet një lloj, po e them tash, referendumi. Ai është bërë. Edhe është bërë për një muaj udhëzimi administrativ që e ka bërë të mundun. Dhe mendoj që në këtë mandat është njëra ndër gjanat që krijohen më shumë ti për shkak se ashtu është mbrojtur demokracia. Shtëpitë e mas kanë legjitimitet për shkak se ka pas numër të vogël të qytetarëve që kanë votuar. Edhe kjo është vërtet. Por prapë zgjedhjet janë organizuar. Shteti ka bërë gjithë. A keni pas presion ju personalisht? Se thash, e di që shumë raciste, me thonë që pju përdorë, për shkak që vini prej komunitetit, pju përdorë zoti Kurti, në çështjet për komunitetin sërb, atje pju përdorë juve. Ka pas situata kur thjesht u dash dy herë me thënë të njëjtin send, edhe nështë kjo kënë përgjigja më mirë në presion. Çka do që është vepru për shkak se ashtu ka qenë e duhuna. A mundi me që në fundi karrierës sane politike, pikërisht për shkak të një qëndrime, pëse këtu flitet konspiracioni që ndërkombëtarët e shtyjnë dikon e përkrajnë dikon tjetër. Unë nuk besoj në demokraci. Qytetari me 28 dhjetor vendos a duhet jem prap në kuvend, a duhet jem prap minister, a duhet jem prap në një pozitë tjetër të shtetit, për shkak se ka më shumë se sa veç deputet dhe minister, por krejt çka duhet. Unë jam, mos më thuaj si president, unë jam një president që vjen nga komunitetet, minister. Ai është procesi vazhdim. Ta shohim nëse i kam të 10 vota në kuvend, pse jo. Si dihet. Po kështu që jo, nuk besoj që është fundi, për shkak se edhe në komunitet që unë i përkas komunitetit egjiptian, kam pas mbështetje për aktivitetin që e kam bë. Ju e dini që komuniteti egjiptian është një prej komuniteteve që pas shqiptarëve ka numrin më të madh të ushtarëve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Edhe dëshmorë. Edhe të dëshmorëve, edhe jo vetëm në Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, por edhe në UÇK-PMB. Kështu që jam di mirë që kam mujt me jap një pjesë të kontributit jam edhe në këtë histori të Kosovës. Ministër, i përmendes që është komuniteti i madh shqiptar, komuniteti egjiptian që ka marrë pjesë në luftë. Cila është gjendja sot e ish luftëtarëve të UÇK-s që vinë nga komuniteti juaj? Po është sikur të gjithë të tjerëve, varësisht se kush si është gjind në situatën pas luftës, edhe ka raste kur ne jemi përkujdes edhe në këtë situatën që jemi në Ministrinë për Shtetin Lokal, që me projektet tona të rregullohet edhe infrastruktura ku jetojnë ata. Shembull në Gramacel nuk ka pas infrastrukturë të mirë për qytetarët tonë që kanë qenë një pjesë e madhe e tyre në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës. Jemi përkujdes që bashkë me komunën e Deçanit ta rregullojmë aty hapësirën ku ata jetojnë. Ka pas ndërtat që ka pas nevojë edhe për një shtëpi, është ndërtu shtëpia e kështu me radhë. Për ndryshe pikë Gramacel ka pas edhe komandant njësive të UÇK-s. Absolutisht po. Ministër, po kthehemi te fushata, se tash në fushat, po shtu her pas herë do na marr ka dy mysafir, kanë herë veç ka gjysë emisioni, për shkak tash fillojnë edhe hapësina sponsorizuese, klubin fushatat. Apo ki koja ki nis me bë fushat hajlaj? Kam fillu për shkak se në këtë situatën kur ishin zgjedhjet lokale ne ishim pak më komod si ministri edhe unë pa taku që të merrem pak edhe me elektoratin, dalë në terren dhe t'i takoj që të gjithë ata që na mbështesin dhe ata që potencialisht mundën me na mbështet. Tash më kam përfundu krejt para përgatitjet, me mram ka përfundu edhe para fushata, edhe nesër jemi gati në pej me hap fushatën, në pej do ta hapim, në Gjakov aty ku është edhe djepi i komunitetit egjiptian do të mbyllim fushatën edhe do të shënojmë fitoren e radhës që do të jetë edhe më bindëse se sa në shkurt. A pres vota për shqiptarë? Së është vlerësuar shumë lartë sa i përket pozicionit, sa i përket veriut? Unë pres vota për gjithë atyre cilët kanë vlerësuar kontributin dhe punën time. Në radhë parë pres vota nga komuniteti egjiptian, komuniteti Ashkali i Rom, por pres vota nga secili qytetar i cili tash nuk është përcaktuar se kënd do ta votoj. I RDK-ja edhe Elberti është një mundësi e mirë për me mbështet edhe me pas mundësi për me vazhdu me punën tonë të mirë. Unë s'kam qenë vetë, unë kam pas një ekip të tërë të strukturave edhe të partisë, edhe të strukturave të tjera cilët më kam mbështet. A ju ka penalizuar çështja e ministrit të Pushtetit Lokal në rrethana çfarë është ndodh Kosova
në kontribuimin ose në dhënien e kontributit karshi komunitetit. Edhe a mund të interferohet drejt për drejt ndihma komunitetit nëse nuk je ministri i komunitetit? Shif, kemi nda dy gjërat, shumë qartë dhe shumë mirë. Unë nuk kam pas shumë kohë të jem këtë kohë në teren për shkak se është pa aktiviteti jam publik, por dora shtetit është drejt më shumë se çdo herë. Edhe kjo edhe fal angazhimit tim personal si ministër, po edhe vullnetit e kryeministrit me mbështet komunitetet. Që të gjithë, edhe sidomos këto komunitetet që kanë qenë të lënë në anë. Ju e dini që në Kosovë për vitet e tona, edhe nga faktorë ndërkombëtar, po edhe nga shqiptarët, jemi favorizuar serbët dhe partitë politike serbe. Këto të tjerat jemi pas sikur aty dikun me disa kërkesa minimale edhe raton. Barazimit të gjitha komunitetit? Vetë fakti që për herë të parë ka një ministër nga radha e komunitetit egjiptian, ka qenë sinjali i pari kurtit për trajtim të barabartë, dhe pastaj veprimet tona në ministri kanë bërë që nuk jemi aty vetëm për faktin që duhet të jetë një kohë e përmbushur, por